Unë i bashkangjitem mendimin të psikologës që janë njerëz se cilët duan të pranohen në shoqëri. Në këtë moment, kur dikush pretendon t'i atashoj vetes brende të cilat ka një vlerë të caktuar ekonomike dhe me atë rast ai demonstron në mënyrë ndoshta jo të drejtë për drejtë, por vizualisht rrogën e tij të ardhurat apo lifestyle-in. Pra, kur vishet me fake tenton të jetë pjesë e një shoqërie të cilën nuk e arrin dot. Janë dhe ata që kanë bërë lek shpejt, janë dhe ata çunat e shtëpive të barit në Angli, të cilët bëjnë lek për 3 muaj, për 6 muaj, dhe vishen me bilioner, me Filip Plena. Jo, nuk ka problem. Jo, televizioni shqiptare. Ata vetë dalin në Facebook me... Po mirë, me qëse s'ma pranuat këto modën ke Gabi. Përse shumë vipe të muaj në ato shtëpit edhe pa botës së këngës dalin dhe kur dalin me shumicën e njohim pa përmendur emra. Ne që ishin me të madhe kur gjenin Saracel, kur gjenin për shembull një pal pantallona Gucci ke Gabi me 5000 lekë, thëshin, "Ua, i gjeta ato Gucci." E bënin i tundin sikur çan dote. Edhe blerja e imitimeve ka qenë fenomen italian dhe para 25 vjetësh këtu ke ne, mbas 90-s. Në 95-ën, 2000 deri në 2005-ën ishte pjesa italiane që kishin ardhur në Shqipëri. Italianët vjen akoma veshje fake këtu dhe blinin fake. Bëjnë dhe hund fake, Mark, ke tregu çam. Kam shoqëruar unë italian që kanë bërë xhinze për fëmijët e tyre familjarë të tyre. Tani edhe në Amerikë, Rudina më dëgjoj, edhe në Amerikë, Saracel, edhe në Amerikë blejnë fake. Pra blejnë mallra të rreme. Sigurisht. Biles, sasia e mallrave të rreme që qarkullon në botë është më e madhe se sasia e mallrave origjinale. Bjem dakord për këtë? Po, janë marrë janë fenomene të kudondora. Janë fenomene të kudondora. Po, në vetvete koncepti psikologjik është shumë i thellë. Pra, është ajo kemi shprehje të bukur neve. Nuk e bën veshja njeriu, e bën njeriu veshjen. Sigurisht. Jo, po kemi edhe një shprehje tjetër ne që thot veshja kopileshja. Në sensin. E kemi edhe këtë shprehje. Veshja, çdo veshje, pra, ashtu sikurse unë e thash deri në fillim, nuk ka asgjë të vishesh bukur dhe të pretendosh të vishesh bukur. Unë nuk dua të flas me gjuhën brand, jo brand, kjo pjesë e firmave, gjërave. Unë përdor fjalën, unë përdor asnjë firmë, unë s'kam veshur firma në këtë moment. Kjo është thjesht një tek pjesa tek që të uja Mango duhet jetë ose tek Zara, nuk e di. Janë po, veshje të thjeshta. Po, dhe Zara firmë e shtrenjtë. Unë eci me konceptin që përsa ko një individ, këtu është diferenca. Disa lindin me stil, që kanë shije, edhe një gjë 2000 lekë ta marrë. Atere, këtu do të kundërshtoj. Këtu do të kundërshtoj. Ata që nuk lindin me stil, blejnë mark. Jo, e blejnë direkt. E blejnë mark. Sot që po jetojmë në kohën e imazhit, po kërkohet, pra investohet vetëm në pjesën e imazhit dhe nuk investohet në pjesët e tjera të krijimit të vlerave investicione. Ore Saraceli, nuk po ma vonë këto gocat mua. Ore të lutem tani. Sa minuta zgjat ajo ishte telefoni njërë nga Bardazia kështu se nuk mbajnë tavolinë, është thyrje rregullave të emisionit. Okej, fusim xhep.